Hello, është koha të bëjmë një tjetër unboxing. Sot do bëjmë së bashku një tjetër unboxing nga Temu, e do ju tregoj se çfarë kemi marrë. Nuk janë aq shumë sa në shorts të tjerë që keni pa, por le të shikojmë. Produkti i parë që më zoni syni është kasa që kam ble, është me fjongo këtu edhe me gura. Këto gurat edhe mund t'i bingëse, si që dhe Klausi, por unë këtu kam bën plan me e vendos për ditëlindje, kështu që do jetë nice. Produktet të janë ky seti që përdoret për pulpën e këmbëve, do të thënë si masazhuese. Është kjo, kështu që e rretullon këmbën më thon këtu dhe të relakson muskujt. Dhe ky topi, po ky për çfarë? Ja, shu. Për pjesën e shputës. Kemi një tjetër kasë telefoni, kjo është e Klausit. Klausi do ta vej deri tani, është kështu me basketball, me që edhe Klausi është në kurs, është nice. Unë bleva sa gjëra për ushtrime, me që ju e dini që ne kemi bler një pistë vrapi, thash po marr edhe këtë, vin kështu me këtë qesen e vet, që të praktikisht këto lidhen te këmbët edhe e tërheq me këmbën tjetër që të japësh domethënë definim pjesës shalve ose kështu. Do ja ulëm me foto që ta kuptoni idenë. Këtu tani kemi këtë që është si quhen këto, si tip stretchesh për pjesën e basketbollit të Klausit. Një këmbë kanë gjatë, një të shkurtër. Unë tani kam ble edhe këto për pjesën e këmbëve. Këtu praktikisht ti do fusësh gishtat, ja është kështu. Tek kishtet e këmbëve dhe pastaj nuk të vrasin takat. Vazhdoj unë me takat e mia dhe me shumë gjona që mos vrasin këmbët takat. Ndërsa këto, produkti tjetër, janë këto krahët që domethënë për t'i vendosur kështu prapë për basketball. Unë kam ble edhe produkte, janë dy. Është dhe një atje, nuk e di, aty, ja, ajo. Unë kam ble edhe produkte për thoj, dhe ja t'rregoj tani. Këtu kemi stikera të ndryshëm, kemi lule, fjongo, zemra, gjëna interesante. Kam bler edhe 2 pako me tipsa në gjatësi dhe forma të ndryshme. Mora një tjetër ngjitës për qepikët e mi, që unë vendos për lesh klastrat dhe shpresoj që ky të jetë më i mirë se ai i pari. Këtu kemi edhe qepikët më të ri në ngjyrën kafe. Kam bler gjithashtu edhe disa ngjyra për thonjt. Kjo është ngjyra e parë, e dyta, ky është e treta, e katërta, e pesta, e 6-ta, e 7-ta, e 8-ta. Kam marrë gjithashtu 2 për base edhe një ngjitës për tipsat. Kjo ishte edhe videoja, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Mua!